Çfarë mund na thoni për kritikën ndaj ministres tuaj të re të inteligjencës artificiale? Çfarë kritike? Që ndoshta nuk është kaq e mirë kundër korrupsionit. Pse? Sepse lidhet drejt për drejt me kontrollin tuaj. Cilin kontroll? Një tjetër? Po, më duhet t'i kuptoj pyetjet. Për çfarë kontrolli keni fjalën? Kontrollin tuaj të drejt për drejt. Kontrollin tim, që do të thotë unë jam më i zgjuar se algoritmet, nuk mendoj kështu. Jo, nuk mendoj kështu. Dgjoj. Kjo është diçka e re dhe si çdo risi i duhet të përballet edhe me kritika që është gjë e mirë. Por kemi prova deri më tani që funksionon dhe funksionon shkëlqyer. Nisi si asistente virtuale për shërbimet publike për qytetarët dhe ka ndërvepruar me afro 1 milion persona. Pra, për 1 milion ndërveprime dhe shërbime. Dhe ka lëshuar 36.000 dokumente deri më tani me bulën digjitale, me cilat s'ka patur problem askush se nuk janë kundërshtuar. Së dyti, po punon për transpozimin e legjislacionit Bashkimit Evropian, legjislacionin ton, në kuadër të bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe së treti, po përparon për të punuar me tenderat publik që është ende punë vazhdim. Kritikat janë të mira, por ajo është më e mirë, shumë mirë. Për vendesit tuajat që janë në pritje të Bashkimit Evropian, ne nuk po presim, ne po vrapojmë shumë shpejt. Ne do t'jemi gati shumë shpejt dhe ju takon të mëdhenjve në sallë që të mos presin më, por të na përqafojnë e të na mirëpresin, sepse do t'jemi një vlerë shumë e madhe shtuar për Bashkimin Evropian. Ka patur raste të sulmeve kibernetike në të shkuarën, keni qenë objekta, çfarë diskutohet në BE? Po, kemi qenë objekt sulmi kibernetik, por sot kemi një nga mbrojtjet më të forta kibernetike në Europë. Ne vazhdojmë të jemi objekt e këtyre sulmeve kibernetike të Iranit dhe jemi tërkohën duke luftuar që të mos lejojmë shkelje të sigurisë sonë. A ka ndonjë mësim që BE mund ta mësoj nga Shqipëria? Shumë mësime. Për të vepruar si një etër dhe për të arritur një konvergjencë e gjithçka që ka të bëjë me sigurinë e sigurimin, që në fakt nuk është rasti deri tani. Ka shumë me CEJAK kur vjen fjala për informacione dhe të dhëna, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, jo vetëm që të përforcohet aspekti ushtarak, por edhe që të ketë një plan paqeje europian. Kjo është gjëja më e mirë që ka ndodhur pas Bashkimit Evropian vet. Është ardhmja e Europës, sa më shumë të ecin në këtë drejtim, aq më mirë do të jetë, sepse ndërkohë të tjerët po shfaqen mjaft të fuqishëm dhe e gjithë Europa në tërësi është një masë e madhe sa i takon njerëzve, ekonomisë, dhe duket shumë e dobët pikërisht sepse nuk është e gjitha bashkë. Prime Minister, si do të jetë bashkëpunimi me Shqipërinë, sidomos për energjinë? Azerbajxhani dhe Shqipëria kanë tashmë një marrëveshje paqe, se ishim në luftë, tashmë jemi në paqe fantastike. Por çfarë mendoni për procesin e paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë? Mendoj që është diçka fantastike, sepse
ka qenë në pritje për një kohë të konsiderueshme, ndodhi dhe nën drejtimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe nxitjes së fundit nga presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse duhet ja japim meritën për këtë dhe kaq. Kryeministër, cilat janë sfidat tona për sigurinë në Europë dhe sidomos tani në Ballkanin Perëndimor? Besoj që një prej sfidave më të mëdha të sigurisë në Europë dhe në Ballkanin Perëndimor është fakti që Europa nuk ka planin e vet të paqes dhe mbështetet tek të tjerët, kështu që sapo Europa të ketë planin e vet të paqes do të jetë më e sigurt e më e mbrojtur, kështu e kuptoj unë.